Dhe risjell në vëmendje pjesëmarrjen tonë parë në kualifikuesit e Europianëve që janë 64, ku Greqia refuzoi të luante me Shqipërinë. Dhe ne I fituam ty 2 ndeshje në tavolinë dhe u kualifikuam për në 16 më të mirat. Apo skuadrat tona që refuzonin të luanin me klubet e Bashkimit Sovjetik. Edhe Izraelin. Edhe Izrael më vonë, por ne nuk kujtoj të kemi pasur short me ekipet e Izraelit, ndërsa me rusët kujtoj Vllaznia 79. Krishnik Tartarit, gocat tona atje se qyno. Edhe ekipi kombëtar është dënuar 3 vjet mos luaj në këto. Ekipi kombëtar është dënuar të luajë se e përjashtuan ta brojës politike se na turpruan komunizmin atë kohë. Po them që nga ky lloj standardi që në sport nuk ka politik. Ti duhet luash me Bashkimin Sovjetik. Ne refuzonim të luanim dhe më pas me Po themi 2025-ën. Tani UEFA ka vendosur disa kritera që nuk lejon tuaj Ukrainën me Rusinë, me Bielorusinë, Armeninë me Azerbajxhanin, Kosovën me Serbinë. Pra edhe Rusia s'është fare, diti Rusia është jashtë UEFA. Di që është UEFA, po them, UEFA ka vendosur këto masa paraprake që mos ketë duele mes vendeve që janë në konflikt. Ndoshta në sinkron me këtë mund vi edhe një penalizim për Iranin që ndoshta varet sa të zgjasë konflikti aty. Po pra, sportivisht deri tani nuk ka asgjë, se pavarësisht këtyre përplasjeve nuk ka. Është no sens, do s'ka pse të ndodhë që të përjashtohet Irani sportivisht. Po ajo që tha Glendi që duke qenë që për këtë kampionatin botror të klubeve është përfshirë edhe administrata Trump, në qoftë se do përshkallëzohet lufta Amerikë-Iran. Infantino shkoi ke zyrat i ditën. Juventus I shkoi atje, pra I ka hyrë që Trump t'ia kërkoi Infantinos është ka se sigurt për ta përjashtuar. Po jepte atyre Juventusit leksione për Iranin në Trump. Në qoftë se s'është për të luajtur në Amerikë, mund të luajë në Kanada, në qoftë se do t'i bëjnë një tolerim që mos luajnë në Kanada në Amerikë. Se janë 3 shtete që do bëhet, Kanada, Meksik, Amerikë. Doja pak të bëja më të thjesht me Redi Jupin. Një arbitër iranian që arbitroi një ndeshje. Po, s'ka. Tjetëra ishte, ai nën... Jo, FIFA, Irani me Amerikën kanë marrëdhënie diplomatike. Ai nuk përfaqëson vendin aty. Gjithçka varet se eskaleshin I luftës. Do përshkallëzohet lufta. Ka vendi. Ne bëjmë FIFA dhe UEFA bëjnë slogane, s'ka vend për racizëm, s'ka vend kështu, s'ka vend kështu. Kjo është racizëm që bën UEFA dhe FIFA. S'ka bërgjë për Romani, s'ka bërgjë. Prit, FIFA për mua bën racizëm me Europën një herë të parën, që nga 48 ekipet evropiane në botrorin 14, në Amerikën Latine nga 10 ikin 5. Kush e bëri këtë formulën? 6 fare, se është një periudhë. Nga 10 do të ikin 2 në Amerikën Latine. Në Europë nga 48, prandaj është ajo yllo që mungon Holanda dhe Italia, që nuk kualifikohen. Se në Europë, këto ekipe si Holanda, Anglia, Italia, Gjermania, Portugalia, Spanja, Franca, do t'jetë gjithmonë në botërorës e në Europian. Zotri, po shkoj që më dhe për para, Holanda dhe Italia të kërkoj ke vetja. Edhe je pra, se nuk kualifikohet më. Jo, Manush, jo. Pa drejtësi, Manush. Nga 10 ekipe ikin 5. Qa formule është kjo? Nga 10 ekipe ikin 7. Nga 10-5. Nga 10 ikin 7. Kurse Europa qon 16 vende. Nga 28. Europa pati rritje më të vogël përsa I takon formulës vjetër. Nga 13 ekipe, Droja formulën 16. Azia do shkoj me 10 ekipe, Afrika me 10 ekipe. Shumë e thjeshtë. Po atje janë këto në FIFA janë ta pjesëmarrës të vendet europiane. Kjo ylli është e çuditshme. Se ngrën dorën aty më keq se këta tanë këtu. Redi Jupim duhet pak edhe komenti yt se nisa që shpar. Sipas teje, Amerika e mirëpret Iranin apo jo? Duhet komenti yt për këtë. Në Amerikë? Po. Po ata me qef nuk kanë pas asnjëherë. Ka 50 vjeta më tepër sa I bie 6 vjet që Amerika nuk ka ato marrëdhënie që ka me Iranin. Unë mendoj që deri në 2026, do të thonë mbase është pak naive për ta thënë, jo, mbase është pak naive për ta thënë, po do kenë marrë një drejtim gjërat që në mënyrë që sot duket e vështirë. Ose për keq ose për mirë. Në 2026 do bëjnë punë të diplomatët të politikanët. Edhe Irani vetë do të 2026 do bëjnë punë të diplomatët, paktën mos ta vënë zjarrin. Të gjithë gjykon Amerikën. Por ti je fmirë se ti je gati qytetar amerikan. Se po e sulmoj Amerikën. Për Amerikën gjithmonë thonë që Amerika po sulmon këtë e këtë, edhe ka ndaj zëra kundra. Kur do pastaj e keqja, një, le themi një shtetit tjetër, pastaj kur ndodh diçka e keqe, thot, pa Amerika kush Amerika. Pra e kupton? Janë ndaj njerëzit shumë të paqartë për këtë pjesë. Po gjithsesi, ato gjë që po bën Amerika, po e bën për një qëllim. Po qëllim se çdo Amerikan në Iran tani se na bitet. Po e bën për qëllim të mirë. Tani beso për këtë pjesë. Se tani ka një lidhje të veçantë me Amerikën, se tani ka... Tani është shtetet amerikane, por... Jo, por I përveç asaj ka konflikt interesi. Amerika bën për gjë të mirë, gjithmonë për qëllim të mirë, nuk bën Amerika për qëllim të keq. Shkon në Iran për të ndihmuar Iranin, domethënë kjo është... Jo, më synim po se këto gjëra si tim, ai di më shumë se ne. Më falë, Irani, vitet 70 ka qenë, kishte qenë me ikë në Iran, valla, vitet 70. Po, me shau.
S'po flasëm tepër të është. Çfarë ke? Ani gjë tjetër të fundit në Dabullën. Çfarë them Dabullës? Dabulli. Tirana pa trajner. Pa trajner Tirana. Pa trajner. Një sekond. Derbi ku ka luajt Dabulla, ku ka arbitruar Jemini, ku ka fituar Partizani. Ekziston ky derbi? Ekziston, s'ekziston. Limon ka ekzistuar, burr. Çfarë viti, çfarë date, çfarë rezultati? Dabulla na ka rraf keq bën, ka shumë drejt, na ka rraf me thënë drejtën. Fiton vetëm Tirana. Asi derbi s'ka fituar me Dabullën? Ka qenë derbi më. 5 kam humbur unë. Me gishat e njerëz dorë mund të jenë 4-5 në 13 vite karrierë. 5 derbi. Të humbura. Të humbura në karrierë. Pastaj Shumica ka qenë fitore. Shumica ka qenë barazim, pra na. 4 kanë dalë barazim, 3 ke fituar. Jo. Ka qenë barazim Shumica, Shumica barazim. Jo. Ke pas edhe me 4. Edhe me 4 e ke marrë. 26 ndeshje, ka humbur 5. Ka barazuar 11, ka humbur 4 Partizani. Mos ka problem lejo. Çfarë jeni më? Po faktikisht ka drejt prap tani në një pjesë që Tirana unë e shoh vështirë prap edhe këtë kampionat për Tiranën. Do të thënë para disa kohësh kam qenë në studion tënde, thash rrezikon Tirana për dalë nga kategoria dhe Po, këtu në studio e the. edhe u vërtetua ajo që thash, e shoh prap në ujë të vështira. Se nuk ka trajner, se trajneri është kollaj për të gjetur. Ose do na thot, po vis Tiranën në drejtimin e duhur. Kollaj është, do të thënë mund gjendet, po kërkove mirë, gjeni një trajner të mirë, mund mbase se gjendet shqiptar, po gjend huaj. Puna është a gjendet lojtar. Se ky është problemi i madh. Unë shoh lojtarët. Ka tifozet më të zjarta. Tirana, kjo është Tirana sa ti, apo Partizani? Faktikisht që është Armenia, ti je Partizani. Unë them që sot në qytetin e Tiranës, tifozët më të shumt, si meshkuj, si femra janë të Tiranës. Kryeqytet? Në kryeqytet. Në Shqipëri mund të ketë Partizani më të shumtët. Rajonal. Në shumë të, por në qytetin e Tiranës janë shtuar shumë tifozët e Tiranës. Se mendon se kanë zgjedhur Tiranën vajzat. Sepse ka dhe ngjyrat e bukura, edhe kur thret Tirana, ka tjetër të del më kollaj nga shpirti, kupton? Partizani është pak i gjatë. Na kemi Gerta, për sa për gjithë gotat e Tiranës. Jo, po tisha si ti do thoja ka këngët më të bukura Tirana, apo jo? Jo vetëm këngët, por ne kemi edhe ngjyrat, kemi ngjyrë mbretërish, ngjyra gjaku blu. Ne kemi ngjyrën e flamurit. Ngjyrën e flamurit. Ngjyrën e flamurit, kuq. Po pse s'ka tifozë? Do të me Partizani tifozë ka shumë Partizani, shumë gocë tifozë. Sa dush ka goca me Partizani, sa dush. Po jep një argument. Shif ndeshjet e Partizanit në stadium, kemë shumë goca se me. Por si është kënga Partizanit e fundit që është bërë? Tëta është nuk e di sa them dot. Manush, një pyetje kam për tani. Kush këngë këndohet nëpër dasmë? Kush këngë këndon nëpër dasmë? Asaj di s'kam qenë kote fundit. Kush këngë këndohet Edhe më e forta, dasmë? më e forta. Ke dasmë Tiranës e ti. Në për lokale, domethënë, gjithë që janë të ardhur mbas 90-s në Tiranë, i përshëndesim gjithë. Këndojnë gjithë, ku ka si Tirana, gjithë, ku ka si Tirana, sa e këndojnë më vëlla. Sa janë Tiranë si vetë sa këndojnë. Po ti ka njefto. I shohim. Ja, ka zonën atje. Bardh me këtë s'ka shëlluar ta. Gjesi, po Partizani, do flasim çik për Kupën e Evropës apo do flasim pak? Nëse tjetër ta mbyllim. Sara, keni gjë çfarë do thoje? Jo thash Bardh me këtë pas ka qelluar tani që thot vetëm të ardhurit e këndojnë dhe jo Tiranës. Ai kod bo sa i vdes. Kam një fis të gjërë nga mami Tiranësash edhe janë të çmendur. Jo, se kuptoj me thelbi Sara, s'ka problem. Tani ka i gjë, se tani thot kos, po tani vdes për muzikën e Tiranës, për ushqimin e Tiranës, se ti ke gjithë jetën me Ferges vdiqe. Gjithë sa dush. Çaj ti Më tradicional se janë Tiranësit, nuk ka ndonjë grajisë të Tiranës. S'ka problem. E vjen pjesën e dytë tu. Ekipet shqiptare, a do e kalojnë turën e parë apo jo? Kjo mbetet për të parë. Pjesën e dytë.